والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الله mëshiruesit, mëshirëdorësit. Përshëndetjet I dërgojmë me më të zgjedhur të njerëzimit, profetin ton sallallahu alaihi wasallam, I shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, falënderim dhe t'i takojmë të madhit Zot që na mundësoi të arrijmë muajin e Ramazanit. Falënderim dhe t'i takojmë Zotit qetësisë që na zgjodhi që t'jemi prej atyre të cilët e arrijnë këtë shans të madh, këtë mundësi të artë. Lutem për atë njeri I cili përpiqet që ta shfrytëzojë këtë muaj të begat. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam kur vinte muaji I Ramazanit I përgëzonte shokët e tij duke u thënë atyre ju ka ardhur Ramazani, muaj I bekuar. Allahu ju ata bërë obligim juve agjërimin e tij. Në këtë muaj, thot profeti alayhi salam, hapet dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanët. Në këtë muaj Zoti I gjithësisë ka një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Kush privohet nga mirësitë e saj, vërtet është I privuar. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na thot në një hadith se kush agjeron muajin e Ramazanit duke besuar dhe shpresuar, I falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Duke besuar Allahun e lartësuar, duke adhuruar Allahun e lartësuar njët vetëm pa I bërë atij shok në adhurim, duke besuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi to, duke besuar se ka ditë gjykimi, ka xhennet dhe ka xhehenem, duke besuar në shpërblimin e Allahut të lartësuar që ka përgatit për robërit e tij besimtar. Ti njeriu I falen mëkatet që ka bërë më parë. Vëllezër dhe motra, ne sonte fillojmë namazin e Tarawihit. Namaz ky I veçantë në Ramazan e falim gjithë me xhamat. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam përgëzon në një hadith ku thot kush falet gjatë netëve të Ramazanit, duke besuar dhe shpresuar, I falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Vëllezër dhe motra, këtë muaj Ramazanit e kemi përpara. Le të bëjmë gjithë jetë secili me vetën e tij, që unë këtë muaj të Ramazanit do të ndryshojë dhe do afrohem me Zotin e gjithësisë. Do afrohem tek Allahu I lartësuar me ato gjëra të cilat I ka urdhëruar I Madhi Zot. Do afrohem tek Allahu I lartësuar me zbatimin e atyre gjërave të cilat I ka urdhëruar Allahu I lartësuar për robërit e tij. Do afrohem tek Zoti I gjithësisë, duke u larguar nga ato gjëra që Zoti I gjithësisë ka urdhëruar që ne të largohemi prej tyre. Tregon njëri prej shokëve të profetit alayhi salam, Talha ibn Ubaydillah, thot dy njerëz erdhën dhe pranuan Islamin tek Muhamedi alayhi salam. Më pas që të dy filluan angazhimet e tyre. Njëri prej tyre ishte njëri shumë I zellshëm, pra nuk gjonte për diçka vetëm se zbatonte atë, dhe mori pjesë thot në një betejë rrugë të Allahut, rrafshmor. Ndërsa tjetri ishte besimtar I mirë, por jo aq I zellshëm sa shoku I tij. Thot, ky ndroi jetën një vit më pas. Pash vetën thot në ëndër sikur isha tek dera e xhenetit. Dhe një thirrës të rreth atë personin që kishte ndëruar një vit më pas për të hyrë në xhenet. Më pas doktorimit dëshmorit, ndërsa mua më tha ditë thellë se më ka ardhur. Sot ja tregova shokëve të profetit alayhi salam, o habitët, kur erdhi profeti alayhi salam tha, për çfarë habiteni? A nuk ka jetuar një vit më shumë? A nuk ka agjëruar një Ramazan më shumë? A nuk ka falur kaq namazet dhe ka bërë kaq sejdë? Distanca e gradave të tyre në xhenet është sa distanca midis qiellit dhe tokës. Vëllezër dhe motra,
le të përpiqemi që këtë muaj të begat ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet. Elus Allahu më lartësuar, që të na bëj prej atyre që agjerojnë Ramazanin. Na bëj prej atyre që i falin taravit, e të na mësoj që dalin prej këtij muaji të begat me gjunahe të falura. Nga nesër, inshallah, ashtu edhe siç është vendosur demonstrimi tek dera, ezani i Yacis do të jetë 2 orë pas ezanit të akşamit. Se taravit, pra, dihet janë me një herë pas Yacis. Po ashtu, një çështje tjetër, ke parkingu parë. Kush vjen herë, mundohet që makinën ta çojë në fund. Në mënyrë që ashtu 5-10, pra të japim mundësi edhe vëllezërve të tjerë. Po ashtu kemi parasysh që gjithë ku kemi ardhur, synojmë me u afru tek Zoti i gjithësisë. Synojmë dhe normal, ai që ka ardhur këtu, të ka zgjedhur Imam i Zot. Ka përzgjedhur ty Allahu i lartësuar me shon prej atyre që falin taravit. Po i dihet ndoshta këto taravit bëhen shkak që ti ndryshosh drejtësisht jetën tënde. Ndoshta bëhen shkak ato lutje që ti bën, ose që ne bëjmë që Zoti i gjithësisë ta shpëtojë të njërin prej nesh. Prandaj mundohu që në xhami me shon me shëtësi, me mundu me rujt pra atë përkushtimin, atë devotshmërinë me lusë Zotin e gjithësisë, që t'i bëjt të fish me këto që gjuam, tani falim sunetet inshallah, më pas do të fillojmë me namazin e rëndë.